Sulmuesi i Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, është gjobitur me 450.000 euro pas zbulimit të armëve të ndaluara në pronësinë e tij dhe të partneres së tij, Loredana Zefi. Sipas Bild, ngjarja i përket rreth një viti më parë, kur policia gjeti dy objekte të klasifikuara si armë të ndaluara në sendet e çiftit, duke çuar në ngritjen e procedurave penale. Gjykata gjermane vendosi një gjop të rëndë ndaj Adeyemit, e cila do të shlyhet në 60 këste prej 7.500 eurosh. Adeyemi nuk ka komentuar publikisht, ndërsa përmes menaxherit Jorge Mendes është dhënë sqarimin se armët nuk janë blerë prej tyre, por kanë qenë pjesë e një Mr. Boxi të porositur përmes TikTokut, një pretendim që ligjërisht nuk ndryshon përgjegjësinë për posedim. Borussia reagoi menjëherë me një deklaratë zyrtare, duke theksuar se është në komunikim të vazhdueshëm me lojtarin dhe autoritetet, por nuk ka konfirmuar nëse priten masa të brendshme disiplinore. Federata Gjermane e Futbollit mund ta shqyrtojë çështjen, nuk pritet një dënim i rënd pasi rasti lidhet me posedim dhe jo përdorim të armëve të zjarrit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka uruar Dardanët pas fitores historike në Sloveni. Me rezultatin 0-2, Kosova siguroi play-offin e kualifikimeve për Kupën e Botës. Ja nisëm këtë fushat të kualifikimeve me besim, në fazën tjetër hyjmë me vetë besim, sonte bëm historinë e ëndrrën vazhdojmë ta ndjekim. Faleminderit për emocionet dhe gëzimin Kosovë, me ty gjithmonë, shkruan Kurti në Facebook.